Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirëseardhët në edicionin qendror të lajmeve. Gjykata kushtetuese ka publikuar vendimin e plot për konstituimin e kuvendit, përmes të cilit konstaton se pas zgjedhjen e nënkryetarit të komunitetit serb nuk konsiderohet i konstituar kuvendi dhe obligon që brenda 12 ditësh deputetët ta zgjedhin nënkryetarin. Në vendim thuhet se grupi më i madh parlamentar i përkatësisë serbe kanë të drejtë ta propozojnë kandidatin për nënkryetar, ndërsa ka konstatuar se votimi ndaras i deputetës së përkatësisë bosnjake për nënkryetare të kuvendit Emilia Regjepi nuk është kundër kushtetuese. Gjykata kushtetuese përmes vendimit e saj ka konstatuar se me mos zgjedhjen e një nënkryetari nga komuniteti serb nuk konsiderohet i konstituar kuvendi dhe se procedura e ndjekur në procesin e deritanishëm me votimin jo në pako për nënkryetarin e komuniteteve të tjera jo shumic nuk përbën shkelje kushtetuese. Sipas vendimit të gjykatës, deputetët mund të vendosin në vullnetin e tyre për procedurën e votimit në pako apo ndaras. Aty është konstatuar se Emilia Regjepi është zgjedhur në mënyrë të duhur nënkryetare e kuvendit nga radhët e komuniteteve jo shumic jo serbe. Për më tepër, përkitasi me zgjedhjen e nënkryetares Emilia Regjepi, gjykata vëren se bazuar në përcaktimet kushtetuese dhe të rregullore së kuvendit, kandidatja ishte propozuar me shkrim përmes shkresës të 26 gushtit 2025 nga shumica e deputetëve të komuniteteve tjera që nuk janë shumicë. Kishte quorum për vendimarrje, votimi ishte i hapur si dhe kandidatja kishte marrë shumicën e nevojshme për zgjedhje në këtë pozitë, respektivisht 73 vota për, 1 kundër dhe 23 abstenime. Gjykata kushtetuese ka konstatuar se propozimi për nënkryetarin serb të kuvendit duhet të bëhet nga shumica e deputetëve nga radhët e komunitetit serb dhe të votohet me më së paku 61 vota për. Gjykata rikujton se bazuar në paragrafin 4 të nenit 67, zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetareve të kushtetutës dhe nën paragrafin 1 të paragrafit 6 të nenit 12, zgjedhja e nënkryetareve të rregullores së kuvendit rezulton se nënkryetari i kuvendit nga komuniteti serb zgjedhet me shumicën e votave të të gjithë deputetëve të kuvendit, respektivisht 61 vota për, dhe propozimi bëhet me shkrim nga shumica e deputetëve nga radhët e komunitetit serb. Në pikën e 156 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese thuhet se përfaqësimi i komuniteteve jo shumicë përfshirë edhe në kryesinë e kuvendit është detyrim kushtetues. Pas zgjedhjen e tij, kushtetuesja thotë se kryesia është e paplotë dhe jo kushtetuese. Ashtu siç u theksua më lart, përfaqësimi i komuniteteve që nuk janë shumicë në kuvend, përfshirë edhe në kryesinë e kuvendit, është detyrim kushtetues. Nëse kuvendi nuk arrin të zgjedhë nënkryetarin nga radhët e deputetëve të komunitetit serb, kryesia e saj do të ishte e paplotë dhe jo kushtetuese. Në këtë kontekst, zgjedhja e nënkryetarit të kuvendit nga komuniteti serb si antar i domosdoshëm i kryesisë së kuvendit është parakusht për konstituimin e kuvendit. Gjykata kushtetuese përmes vendimit e saj obligon deputetët që të zgjedhin një nënkryetar nga komuniteti serb brenda 12 ditësh, duke thënë se deputetët obligohen që të votojnë për, kundër apo abstenim ndaj propozimeve. Të urdhëroj që seanca konstituive e kuvendit të përfundoj brenda afatit të përcaktuar me paragrafin 1 të nenit 66, zgjedhja dhe mandati të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe sipas aktgjykimit të gjykatës në rastet 193 dhe 196 përkatësisht brenda afatit të mbetur prej 12 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij aktgjykimi. Në pikën 153 të aktvendimit theksohet se votimi me hershëm nga 3 herë për të njëjtin kandidat si mekanizëm nuk mund të bëhet pengesë për konstituimin nëse deputetët kanë vullnet për ta konstituar kuvendin. Gjykata ka parasysh se votimi për 8 kandidat nga radhët e deputetëve të komunitetit serb ka dështuar nga 3 herë, ndërsa 2 kandidate kanë refuzuar kandidaturën. Megjithatë, gjykata konsideron se kriteri për votimin 3 herë për të njëjtin kandidat i përcaktuar si mekanizëm debllokues në pikën 4 të aktgjykimit të gjykatës në rastet 193 dhe 196 në vetvete nuk mund të bëhet pengesë për konstituimin e kuvendit nëse afati 30 ditor
për konstituimin e kuvendit nuk ka përfunduar dhe me kusht që të ketë vullnet të deputetëve të zgjedhur të kuvendit për ta konstituar kuvendin. Nënkryetaria e kuvendit nga radhët e komuniteteve jo serbe, Emilia Regjepi, e ka mirëpritur vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila konstatoi se zgjedhja e saj nuk është kundër kushtetuese. Nënkryetaria Regjepi bëri thirrje që të votohet sa më shpejt edhe për nënkryetarin nga komuniteti serb, që t'i hapet rrugë formimit të qeverisë së re. Si e ke prit vendimin e plot të gjykatës kushtetuese, e cila konstatoi se ju jeni zgjedhur nënkryetare në mënyrë kushtetuese dhe ligjore? Po, kemi prit atë vendim dhe vendimi është i drejtë ose sakt. Jemi zgjedhur në mënyrë të rregullt me 73 vota, edhe sipas kushtetutës vendimi është i qartë. Pra, ju tashmë edhe zyrtarisht konsideroni si nënkryetare e kuvendit, por kuvendi ende nuk është konstituar nëse nuk zgjedhet edhe një nënkryetar nga komuniteti serb. Çka prisni ju? Po, kemi kohë brenda 12 ditë me votu edhe për nënkryetari serb. Shpresoj edhe atë votim do të jetë suksesshëm. A pritni të ketë konsensus midis partive politike që të zgjedhet nënkryetari i komunitetit serb? Këto është puna në përmes parti politikëve shqiptarëve. Jo, është i mirë se ardhur si vendim dhe prisni që të zhbllokohet tërësisht konstituimi i kuvendit dhe formimi i institucioneve nga ky publikim i gjykatës kushtetuese? Duhet sa më shpejt me votu për konstituimi e parlamentit për gjithë antarët edhe me qelë rrugën për një qeveri të re. Mbesim edhe më tej në këtë temë. Për akt gjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese, kolegu Burim Zariqi do të bisedoj me Vullnet Bugaqkun nga KDI. Burim, fjala për ju. Po, mi mbrëma, zëri Bugaqku, mirë se erdhet në studio. Mi mbrëma, ju falemderi për ftesën. Atëherë, publikimi i ploti akt gjykimit të gjykatës kushtetuese në një farë forme i jep drejtim konstituimit të kuvendit, të zhbllokimit të formimit të institucioneve, apo jo? Po, është të vërtet. Me vendimin e sotëm, gjykata kushtetuese me arsyetimin e plot të gjykimit, sepse ne para disa ditëve kemi pasur dhe njoftimin ku në pikat e shkurtra ka sqaruar pjesën e dispozitivet. Gjykata kërkon nga deputetët që brenda afatin 12 ditor, nga dita e publikimit të këtij gjykimi, ta konsiderojnë kuvendin e Kosovës dhe rrjedhimisht ta zgjedhin përfaqësuesin e komunitetit serb, i cili duhet të jetë pjesë e domosdoshme sipas gjykatës e kryesisë së kuvendit të Kosovës. Me një fjalë, gjykata në tërësinë ose në shumicën e arsyetimit të saj ka sqaruar ose ka legjitimuar faktin që nuk ka konstituim të kuvendit pas zgjedhur edhe nënkryetarin që përfaqësohet nga radhët e komunitetit serb. Rrjedhimisht po ashtu në këtë arsyetim ose në këtë vendim të plot, gjykata shpjegoi edhe themi ashtu mënyrën dhe propozimin se si duhet vije deri te çështja e votimit të kandidatit për nënkryetar, e legjitimoi zgjedhjen e zonës Emilia Regjepi, ndosë në arsyetim sqaroi që nuk është ndjekur renditja e caktuar sipas edhe praktikave edhe sipas rregullorës edhe sipas kushtetutës. Sepse është dashur fillimisht nga deputetët e përkatësisë serbe, si shumica parlamentare. Edhe rregulloria neni 12, por edhe kushtetuta, edhe praktika e deri tanishme parlamentare gjithmonë ju ka dhënë mundësia që spari komuniteti serb të propozoj kandidatin për nënkryetar dhe me pastaj komunitetet e tjera i shumicë. Ani pse kësaj radhe gjykata e evidentoi që nuk është ndjekur renditja e fjalë, nuk është që gjeti të themi ashtu shkelje kushtetuese në kuptimin se si është zgjodh zonja Emilia Regjepi dhe rrjedhimisht gjykata konstatoi që me 73 vota e njëjta është nënkryetare legjitime. Po, ajo që ka zgjuar shumë debat ishte se pse është hequr nga pako zgjedhja e nënkryetarëve nga komunitetet pakic. Kushtetuesja e tha ndryshe. Pritshmëritë kanë qenë sidomos të partive ish opozitare se pikërisht ndarja nga pako është shkelje kushtetuese. Po. Dhe nuk ka qenë pritshmëri të gabuar, mendoj, për vlerësimin tim. E para për shkak se vetë gjykata kushtetuese, nëse paku dy gjykimet e fundit na ka njoftuar ose na ka sqaruar gjithë opinionin publik që praktika deri tanishme parlamentare është praktikë e cila me dy gjykime është normuar si një precedent i zakonshëm i faktit të konstituimit të kuvendit. Qysh? Për shembull, kur gjykata ka konstatuar që kryetari i kuvendit,
propozohet nga grupi më i madh parlamentar dhe procedura e zgjedhjes së atij kryetari duhet vazhdohet me votim të hapur, është bazuar pikërisht praktikën e deri tanishme parlamentare, sidomos që nga viti 2008 e tutje kur e kemi edhe shtetin edhe të kushtetutën. Dhe madje duke u bazuar në këtë precedent, në këto dy vendimet e fundit, normalisht që palët kanë mundur të ajtë e premtojnë që e njëjta logjik e kësaj praktike parlamentare duhet vlej edhe me rastin e zgjedhjes së nënkryetarit. Ne kemi pasur votim në pako të zgjedhjes së 3 nënkryetarëve shqiptar, pra ka pas votim në pako të 3 nënkryetarëve shqiptar, megjithatë është ndarë procedura për zgjedhjen e 2 nënkryetarëve që i përkasin komuniteteve jo shumicë. Gjykata sot në arsyetim shpjegoi pak a shumë, tha se mbase nuk pati konsenzus sipas gjykatës që votimi të jetë në pako për nënkryetarët që përfaqësojnë komunitetin jo shumicë. Megjithatë, unë mendoj që këtu ka një lëshim të gjykatës kushtetuese, sepse deputetët e shumicës shqiptare nuk janë pyetur nëse vlerësojnë se duhet votohet në pako, apo duhet të votohet absolutisht, apo duhet të vazhdohet votimi ndaras edhe për nënkryetarët e komuniteteve jo shumicë. Prandaj gjykata nuk e di nga e konstatoi faktin që s'ka pasur konsensus, ka pasur propozim të një përfaqësuesi të komuniteteve jo shumicë që propozohet zonja Emilia Rexhepi nënkryetare, dhe ai ka kërkuar që ky propozim të votohet ndaras. Mirë, po ky propozim nuk është votuar nga shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, por në këtë rast për vlerësimin tim, do duhet që të kishte miratimin e 61 deputetëve që të vendosin nëse shkohet me votim ndaras apo nëse shkohet me votim në pako. Megjithatë, kjo çështje tashmë është çështje e përfunduar dhe gjykata vlerësoi që zgjedhja e saj është përputhje me kushtetutën dhe duhet vazhdohet me element tjetër është që konstatoi se nuk është pengesë lista serbe për bllokimin e zgjedhjes së nënkryetarit. Edhe kjo ishte akuzë sidomos nga partia më e madhe parlamentareve të vendosje. Konstatoi gjykata kushtetuese që shumica e deputetëve të partive shqiptare ishin pengesë. Që i bie? Ajo çka është fakt edhe çka është e vërtetë është që gjykata gjithmonë edhe në 3 gjykimet e fundit ka konstatuar që askujt nuk i takon e drejta e vetos, e drejta e blokadës të konsultimit Kuvendit, qoftë partisë fituese të zgjedhjeve me rastin e mos propozimit të azëm të kandidatit për kryetar të Kuvendit, qoftë edhe tani po thot në këtë gjykim, edhe të faktit që askush nuk mundet që një të drejtë që e ka të garantuara me kushtetutë ta kesh përdorur në kuptimin e sabotimit, pengimit dhe bllokimit të konsultimit Kuvendit. Në rastin konkret, gjykata njohu faktin që grupi parlamentar i listës serbe është grup që në mënyrë kështu ekskluzive i takon e drejta e propozimit të kandidatit për nënkryetar të komunitetit serb. Kjo ka ndodhur, është propozuar 3 herë kandidatura e një deputeti të komunitetit serb, dhe po ashtu gjykata tha që pavarësisht që nuk ka kalu, nuk ka marrë shumicën e votave të 61 deputetëve, është vazhduar edhe me procedurën e shortit. Gjykata po e interpreton aplikimin e procedurës së shortit si një mekanizëm i deblokimit të situatës së konsultimit Kuvendit, dhe rrjedhimisht sipas gjykatës u sqaroi fakti që nuk ka pas veto të komunitetit serb ose të partisë që përfaqëson shumicën e komunitetit serb në Kuvendin e Kosovës, por vetoja e vërtet ka ardhur si rezultat që deputetët e shumicës, pra që në këtë rast shqiptarët, të partive shqiptare, duke mos votu qoftë kandidaturën e propozuar, qoftë edhe kandidaturat që janë hedhur në bazë të shortit nga ana e kryetarit të Kuvendit, e kanë pengu konstituimin e Kuvendit dhe tani në aktgjykim në pjesën e dispozitivit po i urdhëron të njëjtit që brenda 12 ditëve në këto 2 forma të procedurës ta zgjedhin nënkryetarin e komunitetit serb dhe kështu Kuvendi të konsiderohet si i konstituar. Po, si do të ndodhë nëse ezaurohet edhe kjo procedurë, për shkak që të gjitha partitë shqiptare janë deklaruar hapur që nuk votojnë asnjë kandidat apo deputet të listës serbe, si shumicë parlamentare serbe, për nënkryetar të Kuvendit. Gjykata kushtetuese i ka dhënë urdhër që brenda 12 dite të konstituohet të zgjedhet nënkryetari. A mund të ezaurohet kjo nëse shkohet 3 herë radhazi secili deputet i listës serbe, mandej çka do të ndodhte? E para, tani është momenti për të kuptuar nëse partitë politike shqiptare janë për respektim të këtij aktgjykimi të gjykatës kushtetuese, rrjedhimisht që brenda afatit 12 ditor ta konstituojnë Kuvendin e Kosovës në përputhje me frymen e këtij aktgjykimi dhe me dispozitat dhe arsyetimin e këtij aktgjykimi, ose janë për me vazhdu blokadën e konstituimit të Kuvendit dhe rrjedhimisht potencialisht, unë po them, për ta pengu konstituimin dhe ndoshta edhe për të manovruar procedurat e tjera që mund të çojnë qoftë vendin në zgjedhjet parakohshme apo zvarritje të më tutjeshme të procesit të konstituimit. Aktgjykimi nuk është se sqaron se çfarë ndodh në situatën kur 3
kur të gjithë kandidatet e komunitetit serb nuk kalojnë më shumë se 3 herë gjatë procedurës së votimit. Pra, nëse kemi me pas propozim që i bjen të drejtën e grupit parlamentar që ta shfrytëzoj të drejtën e saj që të propozoj kandidaturë për nënkryetar, dhe ai propozim, kushtet qoftë, nga radhët e grupit parlamentar të listës serbe nuk i nështrohet ose nuk i merr 61 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, aktgjykimi nuk posaron se si do të aplikohet shorti pastaj. Sepse çfarë ndodh, hipotetikisht thuhet pyetja, nëse deputetët e propozuar nga grupi parlamentar i listës serbe nuk marrin asnjëri votat e shumicës së deputetëve të shqiptar të Kuvendit të Kosovës, dhe shka nëse ata tërhiqen nga salla, si mund të aplikosh ti shortin kur shumica e këtyre deputetëve janë prezent në sallë? Sepse nuk mund të hedhë shortin në mungesë të s'mund të vazhdo shorti pa i pasur, për vlerësimin tim, pa i pasur në prezent deputetët anëtarë i të cilëve kanë të drejtë të propozojë dhe të zgjedhet nënkryetar i Kuvendit të Kosovës. Rregulloria e punës së Kuvendit në mënyrë të qartë e specifikon që shorti mund të vazhdohet vetëm në situatën kur deputetët e atij komuniteti që duhet të kenë përfaqësim në kryesi të Kuvendit nuk kanë konsenzus se kënd ta propozojnë, dhe rrjedhimisht nëse ata qëndrojnë në sallë, atëherë mund vazhdo shorti, por nëse ata tërhiqen nga salla, unë nuk shoh dhe as aktgjykimi i gjykatës nuk ka shpjeguar faktin se si do të veprohet me tutje nëse këta deputet pasi të shterën opsionet e propozuara nga ata nuk marrin shumicën e votave të deputetëve, si do të vijmë në aplikimin e procedurës së shortit. Sa i përket Nenad Rashić, deputetit e përkatësisë serbe, ai ka shprehur gatishmëri se mund të rikandidohet nëse ja lejon gjykata kushtetuese. Proceduralisht nuk ka të drejtë të vetë propozohet si që ndodhi në seancat e kaluara? Jo, nëse merrni paragrafin 127, 128 dhe 129 të këtij aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, i cili është bazuar në frymën rregullore së punës së gjykatës dhe në Kushtetutën e Kosovës në 67 paragrafi 4, gjykata posaron që të drejtën e propozimit për nënkryetar nga radhët e komunitetit serb mund ta bëjë me shkrim shumica e atij komuniteti që ka siguruar më shumë të ulse në Kuvendin e Kosovës. Pra, propozimin për nënkryetar me shkrim i takon grupit parlamentar që ka siguruar shumicën e ulseve ose të vendeve në Kuvendin e Kosovës. E që është lista serbe, me përkthy kështu shkurt e shqip që thëmë ne, lista serbe e ka të drejtën e propozimit të kandidatit për nënkryetar të komunitetit serb në Kuvendin e Kosovës. Nëse nuk e propozon lista serbe zotin Rashić, ai nuk mund të vetë propozohet. Pra nuk e lejon as aktgjykimi, as rregulloria e punës së Kuvendit, por as kushtetuta. Duke parë krejt këto, zoti Bugaç, ku jeni edhe monitoruesi i punës së Kuvendit, deri krejt këto zhvillime blokadat pas blokadave që kanë ndodhur. Ky vendim është e parafron zgjidhjen konkrete për konstituimin të Kuvendit apo marr parasysh qëndrimet e subjekteve politike thjesht do të vazhdoj blokada dhe vendi pashmangshëm, siç kanë thënë edhe vetë përfaqësuesit e partive politike janë të pashmangshme zgjedhjet. Nëse zbatohet me vullnet të mirë edhe në kuadër të interesit të mirë të Republikës Kosovës ky aktgjykim, unë pres zgjidhje të kësaj situate dhe pres që deputetët e Kuvendit të Kosovës të votojnë dhe ta konstituojnë Kuvendin, rrjedhimisht ta garantojnë përfaqësimin e komunitetit serb në Kuvendin e Kosovës, se si do të sillen politikisht ne mbetemi me pa ditëve në vijim. Megjithatë, edhe një herë po e them faktin që gjykata në 3 aktgjykimet e saj vazhdimisht i ka urdhëruar dhe ju ka bërë thirrje deputetëve të Kuvendit që në frymën e bashkëpunimit, në frymën e kompromisit, në frymën e konsenzusit që të bëjnë marrëveshje dhe ta konstituojnë Kuvendin e Kosovës që nga koha e zgjedhjes së kryetarit deri në përfundimin e procedurës së zgjedhjeve në kryetarëve. Pra, gjykata po thotë që është e domosdoshme dhe është parakusht i konstituimit të Kuvendit zgjedhja e kryesisë së Kuvendit në tërësi. Në këtë rast si të kryetarit ashtu edhe të gjithë nënkryetarëve të Kuvendit. Do të kemi rastin edhe herëve të tjera, sepse është voluminoz ky arsyetimi i vendimit të gjykatës kushtetuese. Falenderoj zoti Bugaçku për prezencën në studio dhe për këtë analizë apo zbërthim të vendimit të gjykatës. Shikues të nderuar, ishim me Vullnet Bugaçku, hulumtues në Institutin Demokratik të Kosovës. Pavarësisht të publikimit të plot të vendimit të gjykatës kushtetuese për konstituimin e Kuvendit, partitë politike kanë shfaqur mungesë besimi për të arritur kompromis për daljen nga blokada politike.
Publikimi i aktgjykimit e plot të gjykatës kushtetuese do të hapë rrugë për konstituimin e kuvendit dhe pritet të qartësojë më shumë rrugën për votim për nënkryetarin e 5 të kuvendit nga radhët e komunitetit serb. Por pavarësisht vendimeve të gjykatës kushtetuese, partitë politike parlamentare nuk kanë shfaqur gatishmëri politike për kompromise në formimin e institucioneve të reja. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ka përjashtuar mundësinë që të krijohet një qeveri e përkohshme, duke dalë kundër një propozime të partnerës së tij të koalicionit nga Alternativa, Mimoza Kusari. Kjo e fundit ka thënë se sheh të nevojshme që para se të ketë dakordim për zgjedhjet e reja nacionale, të formohet një qeveri e përkohshme. Ne jemi qeveria në detyrë, por sa të fillon punën në kuvendi, e zgjedhim qeverinë e re. Unë jam në muajin e 7 të vitit të 5 të mandatit të plot 4 vjeçor, pra është më shumë sa që është dashur. Herën e parë ishte më pak sa që është dashur, herën e tretë do të jetë tamam. Ideja e Kusarit është e vjetër, me që LDK kishte propozuar një qeveri tranzitore që do të formohej nga ekspert të fushave. Deputeti i LDK-s Krenar Xhaferi tha se qeveria e përkohshme duhet ta ketë agjenden konkrete që brenda 8 muaj deri në 1 vit ta përmirësonte fushën e ekonomisë dhe marrëdhëniet me SBA-t dhe BE-n. LDK-ja ka dhënë ofertën e vet sa i përket qeverisë së përbashkët që sa kohë, duke parë ambientin politik në cilën jemi, kujtoj që qeveria e përbashkët ku liderët politik do të ishin anash kësaj qeverie, ndërsa qeveria do të formohej me gjitha partitë politike dhe me ministra ekspert të fushave përkatëse, normalisht me një agjendë konkrete për situatën në cilën jemi, pra marrëdhënie më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me shtetet evropiane, ndërhyrje të shpejta ekonomike sepse vendi është në një kolaps ekonomik. Kryetaria e Alternatives, njëherësh deputete e vetëvendosjes Mimoza Kusari, nuk sheh mundësi të bashkëpunimit midis partive parlamentare për zgjidhjen e bllokadës politike. Në një intervistë ekskluzive për Radio Televizionin 21, Kusari ka dhënë 3 skenare duke u bazuar në analogjitë e vendimeve të gjykatës kushtetuese për konstituimin e kuvendit. Që nëse pas 12 ditëve nuk ka përpjekje të suksesshme për zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb, të kërkohet presidentes që të thras liderët dhe të shpërndajë kuvendin. Kjo është njëri skenar. Skenari i dytë është që partitë të ulen dhe të dakordohen që mund të konstituojnë kuvendin për ta shpërbërë atë me një herë, ndërsa do të ishte shumë më e përshtatshme për aspektin teknik, logjistik dhe administrativ edhe nga ana e PQZ-s dhe partive politike që të kishte parafrim të datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme nacionale me njërin nga raundet, në veçantë raundin e dytë është më i thjeshtë të votimit të zgjedhjeve lokale. Ne nuk kemi vot për askën nga deputetët e listës serbe dhe këtë e kemi deklaruar shumë herë dhe i qëndrojmë pranë atij parimi, do thotë nuk ka asnjë ndryshim në qëndrimin tonë. PDK-ja ka dhënë sinjale se zgjedhjet mund të mbahen në dhjetor të këtij viti për shkak të pamundësisë së gjetjes së një kompromisi midis partive politike. Nënkryetaria e kuvendit nga ky subjekt politik Vlora Qitaku është e bindur se Kurti nuk i ka votat për formimin e qeverisë, pavarësisht deklarimeve të tij politike se mund ta formojë qeverinë sapo të fillojë punën kuvendi. Po sillen me institucionet dhe me fatin e Republikës sikur fëmijët me një lodër. Ne shpresojmë që dhe jemi duke punuar vazhdimisht në terren, që pas zgjedhjeve të reja parlamentare, peizazhi politik në Kosovë të ndryshojë, të krijohet një shumicë e re parlamentare pa lëvizje në vetëvendosje dhe vendi të jepën institucione stabile, të cilat para së gjithashtu duhet të synojnë ta kthejnë normalitetin në vend. Aktualisht vullneti politik mungon, por vendimi i plot i gjykatës kushtetuese mbetet pothuajse shpresa e vetme për dalje nga kriza aktuale, megjithse dilemat ende mbesin nëse ky vendim do t'i mjaftonte partive të gjejnë një gjuhë të përbashkët. Kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Nexhmi Xhepi ka pritur në takim të ngarkuarin me punë të Gjermanisë në Kosovë, Christian Boetcher. Në njoftimin ambasadës gjermane thuhet se gjykata kushtetuese është një shtyllë thelbësore e demokracisë dhe se të gjithë aktorët politik kanë detyrim kushtetues të zbatojnë vendimet e saj. Boetcher ka vlerësuar punën jetike të gjykatës dhe ka rikonfirmuar mbështetjen e plotë të Gjermanisë për institucionet kushtetuese të vendit. Në komunikat theksohet se mos zbatimi vendimeve të gjykatës jo vetëm që zgjat krizën politike,
por edhe e thellon atë duke i shkaktuar dëm Kosovës. Ka ardhur koha që vendi të vihet në plan të parë e jo interesat partijake, përfundon njoftimi. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se kontejnerët me mira dron luftarak kamikaz Sky Dagger mbërrin sot në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashari. Sipas një postimi në rrjetin social në Facebook, Kurti ka shkruar se 10 ushtarak të FSK-s tashmë janë trajnuar për përdorimin e tyre. Kontrata është nënshkruar në dhjetor të vitit të kaluar me kompaninë e mirënjohur turke Baykar, që është kompani am e prodhuesit Sky Dagger. Dronët Sky Dagger ishte planifikuar të mbërrinë në janar 2026, por i morëm 3 muaj më herët, ka shkruar Kurti. Kurti theksoi se këta dron kamikaz të njohur edhe si FPV të tipit RTF apo Ready to Fly Sky Dagger të prokuruar nga ta janë dron luftarak të pajisur me mjete shpërthyese, me qëllim goditjen e objektivave lëvizëse dhe statike të armikut. Me blerjen e këtij kontingenti të flutarakeve pa pilot, krahas të B2 Bayraktar dhe fluturakeve Puma, po vazhdojmë të ngrisim dhe shtojmë fuqinë goditëse të ushtrisë me qëllim ndërtimin e një force të aftë dhe koherente me zhvillimet e reja teknologjike dhe taktikat e luftës bashkëkohore. Dronët u ngarkuan në kamionët multifunksional që i patë marrë vitin e kaluar 15 sosh gjithsej, 10 të blera nga ne dhe 5 donacion, ka shkruar ndër të tjera Kurti në Facebook. Ndarja e nga 100 eurove për studentët nga qeveria në detyrë vetëm 5 ditë para zgjedhjeve, po komentohet në mënyra të ndryshme. Ndër studentë të Universitetit të Prishtinës e cilësojnë këtë vendim vetëm si karem për votat e tyre në kohën e fushatës zgjedhore, derisa disa të tjerë mendojnë se ky vendim është marrë që t'i ndihmojë studentët financiarisht. Praktika e qeverisë drejtuar nga Albin Kurti për hapjen e kuletës së shtetit në prag të një procesi zgjedhor vazhdoi edhe me vendimin e fundit për ndarjen e 100 eurove për studentët në kohën e fushatës zgjedhore për zgjedhjet komunale. Qeveria tha se kjo shumë mundan në mënyrë që studentët dhe familjet e tyre ta kenë më të lehtë përballimin e kostove që ndërlidhen me fillimin e vitit të ri akademik. Por disa studentë shprehin të bindur se ky vendim u bë vetëm për qëllime elektorale. Mendimi jam është këtë ka bëu veç për fushat, se na viti ja kena fillu me 15 shtator, edhe mirë kishin mi ndosh atëherë. Faleminderit për ti që i ka ndo, po mendoj që ka bëu këto veç për zgjedhjet të komunale, veç për vota. Se që dim, dhe sot çdo gjë po bëhet shkakoj interesit, edhe shkakoj vota normal. Pra mendoj që vendim për votë. Po. Ka edhe student që kanë mirëpritur vendimin, duke thënë se qeveria ka menduar për ta dhe jo për vota. Unë mendoj që kanë menduar më shumë për të mirën e qytetarëve, nuk ka lidhje vetëm për fushatën, edhe mendoj që ka shumë mendim i mirë që kanë marrë për ndarjen e 100 eurove, se tash ka edhe studenta që jetojnë, por ka edhe studenta që jetojnë në për konvikte që tash nevojiten paret për ushqim, por edhe për me arrit me pas një sukses më të mirë në fakultet. Një ditë më parë, qeveria në detyrë mori 2 vendime sa i përket studentëve, ndarjen e nga 100 eurove në shumën totale prej 6 milion euro, si dhe 20 milion të tjera për bursën e mobilitetit, që në total kapin shifrën 26 milion euro. Analisti politik Albinot Maloko thot se vendimet e tilla të qeverisë në detyrë në prag të zgjedhjeve lokale janë përpjekje për korruptim të votuesve. Korruptimi financiar me korruptimin e mendjes nuk është që dallon fort. Dhe këtu kam përshtypjen që ka pas tentim për të korruptuar një vullnet caktuar përmes një po themi ashtu ndihme ad hoc, pa vazhdimsi dhe pa një perspektivë të konkretizuar. Pavarësisht se për studentët është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe nevojshme, por edhe e mirë që të ketë mbështetje financiare nga shteti.
Përgjithsisht tonë, duke që kemi një proces zgjedhor në nivelli lokal, me probabilitet mundësisht kemi edhe zgjedhje në nivelin nacional, unë më shumë e shoh në tentimin e korruptimit të mendjes së votuesit me dumetatorë. Një vendim të ngjashëm qeveria tashmë në detyrë e kishte bërë edhe në dhjetor të vitit të kaluar në prag të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, kur vendosi që t'u andajnë nga 100 euro shtesë për fundvit të gjithë pensionistëve dhe fëmijëve deri në 16 vjeç, vendimi i cili ishte cilësuar për qëllime të fushatës zgjedhore. Pas vendimit për ndarjen e nga 100 eurove për studentët dhe jo vetëm, Instituti Kosovës për Drejtësi kërkoi që Prokuroria Speciale të hetoj vendimin e fundit të qeverisë në detyrë. Sipas IKD-s, vendimet e tilla të ndërmarra nga një qeveri në detyrë po cilësohen si të kundërligjshme. Ndonë se në detyrë qeveria aktuale nuk po kursehet në marrjen e vendimeve me peshë, si ndarja 6 milion eurove për studentët si dhe 20 milion të tjera për bursën e mobilitetit e vendimet të tjera që kanë ndikim financiar. Marrja e vendimeve të tilla nga një qeveri në detyrë, eksponentët e së cilës janë edhe deputet për Institutin e Kosovës për Drejtësi, përbën shkelje ligjore dhe kushtetuese, për çka ky institut kërkon hetim nga Prokuroria Speciale. Sipas IKD-s, këto vendime kanë ndikim financiar dhe efekt elektoral, duke ngritur dyshime për shkelje të ligjit dhe për mundësi të përgjegjësisë penale të zyrtarëve qeveritar. Kushtetuta dhe ligji për qeverinë ndalojnë shprehimisht që i njëjti person të ushtrojë edhe pozitën e deputetit dhe edhe pozitën e anëtarit të qeverisë. Dhe kjo ka qenë e qartë vazhdimisht. Mirë po që tani më në ndërkohë kemi pasur edhe një vendim të Gjykatës Supreme që ka përcaktuar se në momentin kur një person certifikohet si deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i njëjti humb mandatin dhe nuk ka më autorizime tutje për ta marrë vendime të reja. Dhe secili vendim i marr sipas këtij standardi i bie të jetë i përfshirë në kundërligjshmëri. Dhe fatkeqësisht përballë kësaj situate nuk kemi pasur një reflektim nga ana e përbërjes aktuale të qeverisë, po të njëjtit kanë vazhduar detyrën e tyre duke ndërmarrë edhe vendime, e të cilat vendime definitivisht se janë të kundërligjshme dhe kjo kundërligjshmëri tani më është përcaktuar edhe si standard tani më i konfirmuar nga ana e Gjykatës Supreme. 10 sosh të cilat janë ndërmarrë dhe të cilat sipas këtij standardi janë vendime të kundërligjshme. Se në disa vendime të fundit të qeverisë në detyrë ka shkelje ligjore, e tha edhe Eugen Cakollin nga Instituti Demokratik i Kosovës. Për studentët, por edhe një sër masa shtjera cilat u votuan në mbledhjen e qeverisë, përbëjnë shkelje ligjore, specifikisht shkelje të atij nenit të famshëm 31, që përcakton se çka ka drejt e çka nuk ka drejt të vendosë qeveria gjatë periudhës në cilën ajo është vetëm qeveri në detyrë. Në këtë nen përcaktohet qartazi dhe unë kujtoj kemi diskutuar bashkërisht në studion tuaj edhe në disa raste tjera, por aty përcaktohet që vendimarrja e qeverisë që nga momenti kur konsiderohet qeveri në detyrë e deri në zgjedhjen e qeverisë të re mund të jetë vetëm për çështje të domosdoshme dhe të parapara në buxhetin vjetor apo në planin e punës. Gjykata Supreme në aktgjykimin e 16 korrikut e ka bërë të qartë se një deputet nuk mund të mbajë poste ekzekutive, duke thënë se nxjerrja e akteve nënligjore nga ministra që janë njëkohësisht deputet është e kundërligjshme dhe kundërkushtetuese. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ju tha qytetarëve të Kosovës se nuk ka vend për brengosje pas publikimit të raporteve ndërkombëtare për rënje ekonomike të Kosovës. Banka Botërore ka parashikuar rënjen më të madhe ekonomike të Kosovës në krahasim me të gjitha vendet e Ballkanit, duke theksuar si faktor mos krijimin e institucioneve në vend. Banka Botërore ka parashikuar se rritja ekonomike në Kosovë për vitin 2025 dhe 2026 do të arrijë në 3.8%, duke posuar ulje për dallim nga viti i kaluar, ku Kosova kishte shënuar rritje mbi 4%. Ndikim negativ në zhvillimin ekonomik për këtë vit dhe vitin e ardhshëm sipas Bankës Botërore ka mosformimi i institucioneve.
Pasiguria ekonomike, veçanërisht në lidhje me politikën e tregtisë globale, është rritur muajt e fundit. Vonesat në formimin e një qeverie të re mund të ndikojnë negativisht në investime dhe zbatimin e agjendës së reformës strukturore. Por ndryshe nga parashikimet e Bankës Botërore, për kryeministrin në detyrë, mos formimi i institucioneve nuk ka çuar peshë në ekonominë e vendit. Një ditë pasi ndau nga 100 euro për studentët me një shumë prej 26 milion euro. Kurti tha se Kosova ka rritje mbi 4.5% të bruto produktit vendor. Raportet ndërkombëtare neve na përgatisin edhe më shumë, por natyrisht që për tash shifrat tregojnë se nuk ka vend për brengosje. Ndonse Kurti flet për rritje ekonomike, ekonomistët vitin 2025 e cilësojnë si vit të dështuar në aspektin zhvillimor të Kosovës, me që vendi tash sa muaj ndodhet në një blokadë politike. Kryetari i Odës Ekonomike Lulzim Rafuna rendit një varg arsyesh pse Kosova pritet të ketë rënje të zhvillimit ekonomik. Mungesa investime publike, mungesa investimeve private, çështja e energjisë elektrike, rritja e çmimit të energjisë elektrike, masi që në mënyrë të dhënshme nxjerr bizneset në treg. Të gjitha këto qenit në sanksione, mos ratifikimi i marrëveshjeve që janë në Kuvendin e Republikës Kosovës që është rreth 1 miliard, dhe gjitha këto kanë ndikuar që ne sot ta kemi rritje ekonomike që është më ulë se sa vitin e kaluar. Krizat politike shkaktojnë kriza ekonomike, thot ish ministri i tregtisë Ismet Mulaj. Sipas tij, viti 2025 do të mbyllet me një rritje më së shumti prej 3.5% dhe kjo, siç thot, fal konsumit dhe remitencave të diasporës. Na shpesh thom, po dhe na jem sikur vendet të rajonit. Po na jem vend i ri, biznesi jonë është biznes i ri, i sapo themelum. Pra, nuk kanë kapacitet financiar me hynë konkurencë me biznese të konsolidume që funksionojnë me 10 vite ose 100 vite, në më thonë si qënë bizneset e rajonit ose bizneset ndërkombëtare. Kosova ka përjetu luftë edhe ekonominë ka prethuese për vitin 2010 tek ndej. Aktualisht në bazë të statistikave të Bashkimit Evropian, në 5 vitet e fundit nga Kosova janë larguar 210.000 qytetar dhe sipas Eurostatit, që nga viti 2020 për çdo vit, nga Kosova janë larguar rreth 40.000 qytetar. Ike kjo e cila po ndikon në humbjen e fuqisë punëtore, ul cilësinë e shërbimeve dhe detyron bizneset që të marrin punëtor nga shtetet e huaja. Ndërkaq, njohës të çështjeve të ekonomisë ngren alarmin se punëtorët që po vinë nga shtetet aziatike në Kosovë po përdorin Kosovën si vend tranzit për vendet e Bashkimit Evropian. Bizneset nuk po mund që të ndihen të sigurta në këtë fuqi punëtore që i bëjnë importojnë, por shkak se shumica e tyre me përjashtim të fuqisë punëtore që na vjen nga Turqia, shumica e tyre Kosovën tonë ta shfrytëzojnë vetëm si një vend tranzit për me ikë në vendet e Bashkimit Evropian. Për këtë arsye është një pasiguri e madhe të biznesit sa i përket importimit të fuqisë punëtore. Ndryshe, Kosova brenda pak muajsh rrezikon të futet në kolaps financiar si pasojë e mos konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë së re. Me që pa këto dy institucione nuk ka se si të miratohet ligji për buxhetin e vitit 2026, i cili duhet të aprovohet nga qeveria më së largu deri më 31 tetor dhe të votohet në kuvend në 2 lexime më së largu deri më 31 dhjetor. Partitë politike po vazhdojnë aktivitetet e tyre në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale që mbahen të dielën, duke premtuar investime në infrastrukturë, arsim, shëndetësi dhe fusha të tjera. Në orën 18, lëvizja vetëvendosje dhe kandidati kësaj partie për kryetar të Prishtinës, Hajrullah Qeku, ka mbajtur një takim me gratë dhe vajzat e kryeqytetit në sallën e kuqe të Pallatit të Rinisë dhe Sporteve. Këto tubim po e përcjell gazetari Erjon Hasani, të cilin e kemi inkuadruar tashmë drejt për drejt në program. Erjon, a ka përfunduar tubimi dhe nëse po, çfarë premtoi zotri Qeku për gratë dhe vajzat e kryeqytetit? Dashur teleshikues, ndodhemi në kryeqytet, këtu në Prishtinë, aty ku lëvizja vetëvendosje vetë se ka përfunduar tubimin e sotshëm këtu në sallën e kuqe mbi Pallatin e Rinisë, nuk ka pak çaste kur zoti Qeku, kandidati
për kryetarët Prishtinës në kuadër të lëvizjes vetëvendosje veç sa doli nga tubimi. Tubimi kishte në fokus kryesisht gratë dhe vajzat, barazinë e tyre. Zoti Çeku premtoi barazi në mandatin nëse do ta fitoj kryetarllëkun për Prishtinën, premtoi barazi për gratë dhe vajzat e shumë premtime të tjera që fokusoheshin kryesisht tek gratë dhe vajzat. Informacionet e tjera do t'i sjellim në edicionin e ardhshëm të lajmeve në Radio Televizionin 21. Kaq nga këtu. Ishte gazetari Erion Hasani drejt për drejt nga sala e kuqe e Pallatit të Rinisë, aty ku mbajt tubimi elektoral i vetëvendosjes. Në vazhdim ndjekim kronikat nga aktivitetet e sotme të partive politike dhe kandidatëve për kryetar të komunave. Partia Demokratike e Kosovës ka vazhduar fushatën në kryeqytet, ku kandidati për kryetar të Prishtinës Uran Ismaili zhvilloi takim me të rinj që kanë biznese të vogla. Si e bind sot një 20 vjeçar me ha biznes e me qëndru këto? Ishte pyetja që sipas tij përmbledh realitetin e shumë të rinjve që përballen me mungesë mbështetje për zhvillimin e potencialit të tyre në vendin e vet. Qysh e bind sot një 20 vjeçar hape biznesin edhe rreth. Për sektor privat, na e dim që është kurrizi një shteti që funksionon mirë, që shkrijoni vlerë në kuptimin e gjenerimit të zhvillimit ekonomik, që ashtu edhe sektori publik e ka mundësinë me gjeneru vlerë dhe me kriju shërbime më të mira për qytetin e për qytetarët. Punë i kemi ndome, po na takohem dikun. Dhe në edhe një komunë që funksionon mirë, ne bëjmë atje punën biznesit. Angazhimi jonë kësaj radhe është me tentu me bëni qytet funksional. E kemi një ekip mirë, dhe mendoj që Prishtina ka talent më shumë, e ka njerëz më ndërmarrës. Mirë po, duhet me pasën qeveri komunale që punon. I vlenë edhe hallët e banorëve dhe hallët e bizneseve dhe i afron që edhe dyja dhe ti e bën një platformë më të kapshme për këtë. Edhe nëse njerëz nuk shohin kualitet jetës, kanë më vlerë. Na kemi premtime që muajin e parë kemi pa punën, mas 6 muaj kemi pa rezultat, mas 1 vjet kemi pa rezultat, mas 1 vjet e gjysmë kemi pa rezultat, mas 2 vjet kemi pa rezultat. Por problemet e menjëhershme që kemi. Kjo është koncepti jonë dhe çfarë koncept do të. Ismaili tha se sektori privat do të shohë rezultatet në 6 mujorin e parë dhe si kryetari i Prishtinës do të udhëheqë një komunë që bashkëpunon me ndërmarrësit, i kupton sfidat e tyre dhe krijon kushte për sukses. Çfarë koncept do të. Lidhja Demokratike e Kosovës ka vazhduar fushatën në kryeqytet, ku kandidati për kryetar të Prishtinës Përparim Rama nënshkroi marrëveshjen me Pallatin e Rinisë. Sot nënshkruan marrëveshjen me Pallatin e Rinisë ku u siguruan hapësirat për Galerinë e Artit, për e-sportin dhe për ICK-n, përveç hapësirave të tjera që tashmë janë në shfrytëzim nga klubet sportive të kryeqytetit. Tani ky pallat ikonik i Rinisë përveç sportit i përket edhe kulturës. Së bashku po ja kthejmë identitetin Prishtinës së vjetër, duke u ndërlidhur me ritmin dhe energjinë e Prishtinës së sotme. Rama tha se Pallati i Rinisë, një simbol i brezave të Prishtinës, po kthehet në një qendër të gjallë të kulturës, inovacionit dhe energjisë rinore. Kandidati i LDK-s për kryetar të Prishtinës, Përparim Rama, sot mori pjesë edhe në përurimin e shtigjeve të reja për Vrapusit. Sot i kemi përuruar 3.2 kilometra shtigje të reja që lidhen me shtigjet ekzistuese të Gërmis. Në 2 vitet e ardhshme, i gjithë Gollaku do të jetë i ndërlidhur me shtigje, për gjithë vrapuesit dhe adhuruesit e natyrës. Rama tha se këto investime janë pjesë e një plani më të gjerë për zhvillimin e zonës së Gollakut, duke e kthyer atë në një hapësirë të gjelbër dhe të qasshme për qytetarët. Fushatën zgjedhore Lidhja Demokratike e Kosovës e vazhdoi edhe në Vushtre, ku kandidati për kryetar të kësaj komune, Xhafer Tahiri, vizitoi një biznes lokal të ëmbëlsirave në qytet. Beg Berisha, kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar të Prishtinës, bashkë me kandidatën për Asamble Gjevahire Vllasaleu, takuan banorët e lagjës Muharrem Feiza në Prishtinë. Beg theksoi se nuk do të ketë lagje të harruar në Prishtinë dhe se u zotua se do të investojnë në ndriçimin publik dhe rregullimin e rrugëve të brendshme në këtë lagje.
Ky ishte vazhdimi i serisë të takimeve në këtë zonë, ku edhe mbrëm pothuajse të gjithë kandidatët kishin qenë pranë qytetarëve. Një shenjë qartë që kjo lagje po bëhet qendër e energjisë qytetare. Beka e dëgjoi me vëmendje çdo zë, çdo ide dhe çdo shqetësim, sepse politikën e bën më mirë ai që e njeh çdo rrugicë, çdo derë dhe çdo njeri të qytetit. Me pas Beka ka vazhduar fushatën edhe në fshatin Kuliç, duke premtuar zhvillimin e turizmit malor dhe investimet në infrastrukturën lokale, me qëllim që Gollaku të kthehet në një destinacion atraktiv për vizitorë nga të gjithë Kosova. Më mirë hiç se mos me shku në Koliç. Malet e Gollakut janë si të tjerat, këtu ka shpirt, ka histori, ka frymë që të qetëson. Koliçi ka probleme, po ka edhe potencial që zguxon me u anashkalu. Turizmi këtu s'është vetëm ide, është pasuri që pret veç me u zgju. Me pak përkushtim, pak vizion e shumë dashni për vendin, Koliçi e gjithë Gollaku mund të bën atraksione mbar vendore. Kjo tokë ka çka me tregu. Gjatë ditës kandidati i AK-s, Bek Berisha vizitoi edhe bizneset e vogla, ku tha se mbështetja për to nuk është vetëm detyrë, por investim në zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Presidentja Vjosa Osmani e ka dekoruar me medaljen presidenciale kryetarin e FIFA-s Gianni Infantino. Kreu i FIFA-s Infantino medaljen ja ka dedikuar ish kryetarit të FFK-s Fadil Vokrit. Kosova vazhdon të jetë një koqire e personaliteteve të shquara dhe me ndikim në sferat e ndryshme të jetës. Institucionet shtetërore dhe sportive ndërmarrin veprime dhe vendime konkrete për t'i shprehur mirënjohjet e veçantë për kontributin e tyre në të mirë të Kosovës. Një ndërta është edhe kryetari i FIFA-s, Gianni Infantino, i cili sot është dekoruar nga presidentja e Republikës Vjosa Osmani me medaljen presidenciale. Me këtë rast, kreu i FIFA-s, Gianni Infantino, ka shprehur konsideratën e tij të lartë për nderin që sot ju bën nga Kosova. Është nder i madh dhe kënaqësi e madhe, emocion i madh dhe lumturi e madhe që t'jem këtu në shtëpinë time në Kosovë dhe të pranoj këtë nder të madh, këtë medalje nga ju, Presidentja e Republikës së Kosovës, mikesha ime, në emër të një vendi të mrekullueshëm si Kosova. Kosova sot dhe Prishtina sot është kryeqyteti i botës apo jo, i botës së futbollit, por siç e dim të gjithë, futbolli është gjëja më e rëndësishme në botë, kështu që është kryeqyteti i botës. Do të doja t'i dedikoja këtë medalje, këtë nder e mirënjohje Fadil Vokrit dhe të gjithë popullit Kosovës në Kosovë e jashtë saj. Infantino për herën e dytë viziton Kosovën që kur FFK është pranuar në institucionet më të larta evropiane dhe botërore, UEFA dhe FIFA. Në kohën e tij, FFK është pranuar në FIFA, ndërsa me këtë rast falënderime për kontributin e tij ka dhënë edhe kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi. Shikues të nderuar, për më shumë informacione klikoni në rtv21.tv. Mirupafshim.